Dosja Epstein tashmë ka marrë për mase botërore, duke bërë që disa figura kyçe në politik të japin tërheqjen e disa të tjerë të dalin dhe të kërkojnë publikisht falje që kanë shkuar në ishullin e tij privat. Ka qenë Bill Gates ai që doli menjëherë në intervistë dhe tha se gabimi i tij ishte që u shoqërua me Epstein për disa vite. Këtë veprim ai e quajti gabim fatal. Por ajo që po zhgënjen shumë më shumë njerëzit është fakti se pikërisht ato figurat e politikës, biznesit dhe shkencës që bënin moral në televizion me deklaratat e tyre kanë dalë më të pamoralshmit. Kjo dosje ka kthyer vëmendjen edhe nga Shqipëria. Në dokumentat e publikuara së fundmi është gjetur emaili i një zyrtari evropian, i cili ka dërguar një email te Epstein ku është shprehur se ka kontaktuar një vajzë nga Shqipëria, e cila ishte e gatshme të bënte çdo gjë që i kërkohet. Bashkangjitur me emailin, ai ka çuar edhe videon e vajzës. Pas mbylljes së procedurave, vajza simpatike nga Tirana ka udhëtuar drejt Amerikës. Mësohet se vajza shqiptare ka qenë një nga figurat më të njohura të një televizioni kombëtar shqiptar, e cila dha dorëheqje nga puna në mënyrë krejt të papritur. Ajo ishte një nga vajzat më të bukura të ekranit dhe i tha kolegëve se duhej të largohej për të filluar një punë në një kompani amerikane me një rrogë shumë të mirë. Për arsye etike dhe privatësie, nuk po e bën publike emrin e gazetares shqiptare, e cila pas 3 vitesh mundi të shkëputej nga Epstein dhe tashmë jeton në Zvicër, ku në rrethet të ngushta miqësie ajo është shprehur se ka bërë gabimin më të madh që u largua nga Shqipëria. Ajo që më ka ndodhur gjatë këtyre 3 viteve më ka tronditur jetën nga themeli. Nuk e di nëse do të gjej përsëri qetësi dhe paqe në shpirt, është shprehur gazetarja shqiptare. Ajo pritet që tashmë të dëshmojë para prokurorëve amerikan për çdo gjë që ka parë dëgjuar, ndërkohë që nga Amerika i është premtuar mbrojtje dhe ruajtje totale e privatësisë.